Ministre, se cili prej jush, po Gjulameti, edhe ti Ndrikull, mos do t'la lezosh tu të Klodiana Shullazit fjalimin, di lezoje ti Klodiana Shullazin Gjulameti këtu. Pra, se cili prej jush jeni os klever të krimit, ose jeni shtylla të krimit. Ndaj dhe sot keni ikur, keni lëshue. Ku janë? Kja, sa zënjerë me fulla për të mërinë të mbaj? Për replikë është zonja Gjulameti 2 minuta. Dakord, po ju lutem, zoti Berisha, ju lutem ulluni të dëgjojmë kolegen Gjulameti. Po, 2 minuta, zonja, do t'ju lutem. Që normalisht këtu do duhej që në moshën që keni zoti Berisha së paku të kishit reflektuar për çfarë fatkeqësie keni qenë për këtë vend, do t'ju bënte sot nder, jo juve, po do t'ju bënte nder të gjithë kolegëve të opozitës. Në anën tjetër, unë nuk kam asnjë merak për asnjë nga familjarët e mi. Duke nisur që nga ai që është bashkëshor tim, ku disa nga zonjat që ke për krah mohojnë dhe bashkëshortët, as në një merak për fëmin tim nesër, sikundër do kesh ti shumë merak, dhe ka merak jo vetëm ju zoti Berisha, po kanë merak dhe shumë të tjerë për fëmijët e tyre, më pak ka merak për në një kunat, që ta mohoj atë, më pak ka merak për atë që ke vendosur kryetar, s'kam asnjë merak. Frika që ke sot, të duket në çdo moment kur flet. Të duket në çdo fjalë që nxjerr nga goja, një gojë lig që e ka mbytur këtë vend, që nga pjesët e fjalëve më të ndyra, te mallkimet më të mëdha. Je fatkeqësia e këtij vendi dhe do doja sot nga ju së paku për moshën që ke, të reflektoje dhe të tregoje që vërtet kam bërë gjëra në këtë vend, po sot reflektoje them kam bërë gabim. Sot e kuptoj frikën tuaj, të gjithë kolegëve, mbi të gjitha ata atyre që kanë ndonjë merak të madh, dhe e di pse e kam këtë frikë, sepse sot po vendoset dhe po jetësohet një reformë drejtësi që do të bëjë që as ty, as Lulzimi, as në një koleg tjetër që është i lidhur me familjar, me fëmijë e me të tërë, me krimin, dhe jo vetëm, edhe me sekuestrimin e pasurisë që ke vendosur, ti dhe çdo kush tjetër që ka qenë për krahte ndër vite. Faleminderit. Po, zoti Manja, 3 minuta për procedurë. Faleminderit zonja Ysi. Në fakt, kur lutem. Në fakt kur kryetari i grupit më të madh të opozitës ka ta ndiset dhe përdor fjalën breg dhe uçkur, ky është fundi i opozitës vendit. Blerina Gjulameti për replik. Ka replik, e përmendi zoti Berisha. E ka kërkuar përpara. Doktori dashur, do të themi dashur për shkak të moshës që ka. Replikën e parë që kemi patur së bashku daton diku nga viti 2014, unë s'kisha shumë që kisha hyrë në këtë parlament. Dhe atëherë kur t'jam ngritur pikërisht e martuar doktor. Dhe replikën e parë që kemi patur së bashku e kemi patur pikërisht për gjuhën e papërshtatshme të një zotërie në moshë, kundrejt zonjave që ishin këtu pas. Dhe t'jam ngritur këtu afër, dhe një gjë që mbaj mend nga pamja jote, ka qenë ajo pamje e friksuar që një grua t'u afrua nga afër për të thënë stop me këtë gjuhë. Stop me këtë gjuhë, se nuk i shkon as moshës, as thinjave, as babait të një vajze, as gjyshit të mbesave, po as një njeriu që kur erdhi në pushtet, erdhi për fjalën e lirë, erdhi për demokracinë, dhe ndërkohë, doktor, një gjë duhet ta them, sot prap do të ngrihem prap gjë. Unë ta thash pak më parë dhe vijoj ta them.
gjua që përdor është gjua më e turpshme e mundshme, për çfarë je? Për moshën që ke. Për çfarë je si baba vajze, mbesash, je gjysh mbesash. Dhe kjo gjë nuk të lejohet. Ndërkohë në anën tjetër po të them një gjë, që ta kesh të qartë, ta kanë dhënë informacionin gabim. Bashorti im quhet Kostika Gjulameti. Dhe në familjen time ti nuk je mbajtur si njeriu i drejtë, korrekt, si pushtetari. Ja i njeriu që i shkarkove nënën dhe babain brenda një dite nga puna. Dhe ndërkohë mund të të vajoj akoma se s'më mban mend. Ja i që përmendje vjerrin tim këtu e më përmendje mua si pjesë e nomenklaturës. Ja i që më ke përmendur babain. Unë ty personalisht nuk merrem asnjëherë për një gjë. Për një gjë, në politikë kam hyrë të bëj dallimin, jo të merrem me ty si baba, si gjysh apo si kushdo qoftë. Të merrem me ty për punën që bën. Ndërkohë po them dhe një gjë tjetër, bashorti im do shkonte në SPAK në momentin që do thritet dhe nuk ka lidhje me mbrojtjen që i bëj unë, apo në një nga këtej pas meje, sepse një drejtor kompanie nuk është pronar kompanie. Dhe në anën tjetër, po them dhe një gjë tjetër, vijoj prapë të mbetem e të njëjtit qëndrim që nga dita A kur kam hyrë në këtë parlament. Gjyqet publike kanë mbaruar me 91-shin, me atë forcën politike, të cilën ti e drejtoje me kaq dëshirë për të kundërshtuar pikërisht atë model. Boll ktheve dhe njëherë stilin e gjyqeve publike. Dhe në anën tjetër, boll umore me fustane, grash e parfume. Lëre drejtsin të përgjigjet, lëre drejtsin të aprovoj, sepse e ke provuar në kurrizin tënd kur të bëjnë gjyqe publike. Fillon dhe ju flet për fustane, për parfume, për çanta, për prerje eurosh, me thashe theme, pastaj del, jo ke qytetari digital, se ati i ka dal boja se talën këta të tut që t'i shkruajnë dhe ti i lexon për qytetar digital, po me filxhan digital, dhe pastaj Sali shtyjnë orët deri kur të vjen dreka. Ha drek, i futi gjumë mbas dite një ore gjys, se nuk fle ma shumë se një ore gjys, dhe pastaj pas dite del deri në 8 me qytetarin digital dhe i bën këta të shohin ëndra për datën 11. Në moshën 18 vjeç të kesh këtë agjend është për të ata pas zili, se shokët e tu dalin mëngjes, pin një kafe i grup shoqëror, profesional, doktor, pensionist, jurist, edhe shkejnë e merren me një për e mbesa. Ndërsa ti ma beso këtë punë, edhe vetë ato që flet këtu, nuk i beson se të kape qeshmja. A e ke vënë re kur qeshti, i shef këtu edhe qesh. Ku është ky, ku është ai, sepse e kupto dhe vetë që vin këtu për të qeshne. Por në respekt moshës që ke, shiko, ndryshoj orarët pak, se një pjesë e këtyre nuk ngrihen në të njëjtën orë me ato që ngrihesh ti. Ja kanë fut gjumë këta. Kështu që shife orarin kur ngrihen gjithë këto, edhe ata që të ndjekin, ata budallin tjerë që të ndjekin, se për Zotin, edhe një sugjerim timin ta kesh, mos u merr me fustane, e mos u merr me çanta, e mos u merr me pantallona, e mos u merr me parfume zonjash, se është turp. Përfundonim. Pastaj, sa për mu personalisht, Sali, sa për mu personalisht, ta kam thonë dje, do të ta them prap sot, do të ta them prap nesër. Raportin me drejtsin, për te qenurit në një formacion politik, unë e kam raport individual, Sali. Në çdo moment, jo sot, nesër, pas nesër, kur do, raportin me drejtsin e kam si qytetar i barabart para ligjit. Dhe një gjë dish. Në këto foltore këtu, dhe jashtë kësaj foltorje, nuk ke për ta dëgjuar Ulsimanjon që të mbroj këdo që në zbatim të një vendimi gjyqësor penal të formës prerë deklarohet fajtor nga drejtësia. S'ke për ta ngjuar kurti bëj avokatin. Absolutisht. Por prezumimin e pafajësisë e kom në adënën time si jurist. Ky është formimi im. Unë nuk hy në punë të tjerëve. As në punë të tua si doktor nuk hy. Dakord? Por koha e gjyqeve publike që ti e ke në adënë ka mbaru njëre mirë Shqipëri. Ndaj të lutëm shumë Sali,
mere fjallën mbas meje, se shife tani, shife, ja, shife flamurin tani, shife. Qa të të them unë i ziu tani, qa të të them? Përfundoni, minister. Kjo është dramë për Partinë Demokratike që lindi si vokacion i shqiptarve për demokraci, për fjallën e lirë dhe për ndarjen e pushteteve dhe sundimin e ligjit. Ja ku është Katandis.